Kam një shoqen time, para disa vitesh ajo ka parë në ëndër Ali Baban. Kush është ky Ali Babaj? Do të jetë në tyrbe, do të jetë në varr diku në shenjtor. Ku është? E kush është? Ali Baba i filmit thonë me 40 hajdut. Ja, mërja. Nëse, e rëndësishme. Po, dhe Ali Baba i ka thënë se ka zgjedhur atë si të dërguarën e tyre për dëgjuar lutjet e njerëzve. Tani ajo merret me këta njerëz që kanë probleme, thotë që i zgjon njerëzit nga koma, i shëron nga kanceri dhe të gjitha problemet e tjera duke u dërguar atyre lutje nga lart. Pastaj ata i dëgjojnë këto lutje dhe i zgjidhin problemet. Ajo gjithashtu dhe parashikon kur i dalin shkronja dhe thotë që ja tregojnë ata nga lart. A mund të na shpjegosh këtë gjë, të lutem, a ekziston në vërtet kjo gjë, a është mëkat? Po, xhin me xhin, s'ka si filozofi. Me Islam, xhin kanë loz ping-pong me këtë shkretën. E kanë zgjedhur për lojtare, për portiere kanë zgjedhur këtë. Edhe tani shirk i pastër. Kjo është paganizëm dhe idhujtari e pastër. Ne të kemi zgjedhur ty, çfarë hallësh të kenë njerëzit të na e thuj neve? Idhujtari, paganizëm, shirk. Dhe kjo i zgjidh hallet e njerëzve nëpërmjet Ali Babait ose Baba Aliut. Edhe shërohen njerëzit dhe bëhen mirë. Sepse xhin me xhin bëhet situata lëmsh, lesh e li, edhe bëjnë marrëveshje xhin me njëri tjetrin që t'i humbin njerëzit nga rruga e Zotit. Bëjnë marrëveshje xhin me njëri tjetrin që robi të besojë se kjo e shëroi nëpërmjet Ali Babait, edhe shirk i pastër fare. Kështu që këshillojeni këtë gocën ose këtë gruan, nuk e di çfarë është, të pendohet, thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, të mori abdest, filloj të fali namaz, të vi tek i hosh ta knojmë, t'ja nxjerrim Ali Babain me 40 hajdutët nga trupi, e të bëhet mirë, të vinë terezi se kështu si e ka nis, vallahi bilaj për Zotin, nëse nuk pendohet nga kjo gjë që është idhujtari e pastër, do ta ketë punën pisk. O vëllezër dhe motra, nuk është argument se ka dhënë efekt. Dhënia efekt nuk është argument, as është vend i shenjtë, as është vend i mirë, as është rob i shenjtë, as është grua e shenjtë apo burri i shenjtë, apo nuk është argument. Xhint lozin me këto gjëra, vdesin xhint për t'i fut njerëzit në idhujtarin, paganizma me këto lloj gjërash. Dhe e kanë gjetë pikën e dobët njeriut. Cila është pika dobë e njeriut, sidomos e autoktonit, për dërmon më e bona unë, për dërmon. Ka dhënë efekt. Me provë. Ka shku pa kom, është kthy me kom. Thuti që ai kishte kom tek putme, i mbin këmbët atje. Ka shku pa sy, është kthy me sy. Paganizëm, ky quhet paganizëm, ky quhet idhujtari. Në momentin që ai këtu shqyqy që ka treguar se është e vërteta, ne të kemi zgjedh ty. Ti merri lutjet e njerëzve na jep neve. Se ne njohim atë të modhen fare. Shejtan